Tani na kemi kalu një fazë bukur gjatë që jemi pa institucione të konstituara. Shumicën e institucioneve, pra dhe gjitha funksionet janë me ushtrues detyre në qoftë në ministri, qoftë në rezultate të rëndësishme janë me ushtrues detyre. Prandaj edhe si tërësi kjo ka dëmtuar jashtëzakonisht ekonominë e vendit dhe normalisht e ka dëmtuar edhe qytetarin e vendit. Por nëse ne do të shkojmë tani në zgjedhje qendrore, për çka mendoj që nuk është e nevojshme që të shkojmë në zgjedhje, është e nevojshme që të konstituohen organet e vendit, të konstituohen institucionet. Pra, mendoj që lëvizja vetëvendosur si parti fituese e këtyre zgjedhjeve do duhet të ulet me partitë e tjera politike, me Lidhjen Demokratike, me Nismën Social-Demokrate dhe ta bëjnë një koalicion, sepse me PDK konsideroj që nuk kanë mundësi të bëjnë koalicion për shkak të diferencave të mëdha të cilat i kanë, por mendoj që me Lidhjen Demokratike dhe me Nismën Social-Demokrate kanë disa parafrime. Për shembull, Lidhja Demokratike e votoi zotin Nenad Rashiq për nënkryetar të kuvendit, për çka na jep një pamje dhe një indikacion të mirë që mund të ketë parafrime të lëvizjes vetëvendosje me Lidhjen Demokratike për qeverisjen qendrore. Por se a do të shkojmë apo jo, kjo normalisht mbetet në vullnetin e partive politike, sepse tani kuvendi llogaritet si i konstituar dhe ne kemi të drejtë ta shpërbëjmë kuvendin tani dhe të shkojmë drejt zgjedhjeve nacionale. Se kush po dëmtohet më shumti nga këto zgjedhje, nga këto sjellje të partive politike, po dëmtohen qytetarët e vendit dhe ekonomia e vendit.